Niveli më i frikshëm i disiplinës japoneze në Japoni, disiplina nuk është thjesht rregull, është një mënyrë jetese. Ajo fillon herët, në heshtje, në mëngjes, kur dielli sapo lind dhe njerëzit përkulen përpara ditës që i pret. Kjo është filozofia e Shugy, stërvitja ekstreme e shpirtit dhe trupit, ku njeriu sfidon veten deri në kufijtë e asaj që duket e pamundur. Mjeshtrat japonez besojnë se disiplina nuk lind nga frika, por nga nderi. Një samuraj nuk lufton për lavdi, por për ekuilibër të brendshëm. Ai e mëson veten të hesh kur zemërohet, të qëndroj kur trupi i dridhet, dhe të përfundoj çdo detyrë me përsosmëri, sado e vogël të jetë. Ata e quajnë këtë Bushido rruga e luftëtarit, një rrugë që kërkon sakrificë, për ulësi dhe vetkontroll të plotë. Në këtë nivel, frika zhduket sepse disiplina e ka zëvendësuar. Trupi nuk reagon më me instinkte, por me qetësi. Mendja është si ujë e qetë, por e thellë. Në tempujt e lashtë, murgjit e zenit kalonin orë të tëra në meditim, pa lëvizur, pa folur, pa ngrënë. Ata luftonin me vetveten, jo me botën. Kjo është disiplina e frikshme që bota e sotme mezi e kupton. Të kontrollosh dëshirën, të sundosh emocionin dhe të mos dorëzohesh kurrë ndaj dobësisë. Në fabrikat japoneze, në shkollat, në ushtri, çdo veprim ka një ritëm, një qëllim, një përulësi. Gabimi nuk shihet si dështim, por si mundësi për përmirësim. Një mjeshtër nuk pushon së mësuari, sepse disiplina nuk mbaron kurrë. Në çdo frymëmarrje, në çdo hap, ekziston një ndjenjë e brendshme, rendi dhe nderi. Kjo është arsyeja pse bota e admiron Japoninë. Sepse atje, disiplina është më fortë se egoja. Në një vend ku çdo lule qeshje bie me dinjitet, njeriu mëson të jetojë me ndershmëri dhe të vdes me respekt. Kjo është disiplina më e frikshme japoneze, jo ajo që frikson të tjerët, por ajo që mposht vetveten. Në Japoni e sotme, disiplina nuk është më thjesht një traditë e lashtë, është një sistem i gjallë që e mban shoqërinë në ekuilibër. Ajo nuk qëndron vetëm në dojo apo në temput zen, por në çdo zyrë, çdo klas, çdo rrugis të pastër. Ajo është e padukshme, por ndihet në çdo gest të qetë, në çdo punë të bërë me kujdes dhe në çdo përkulje respekti që japonezët bëjnë ndaj njëri tjetrit. Në shkollat japoneze, fëmijët mësojnë që në moshë të vogël të pastrojnë klasat e tyre, të fshin dyshemet, të rendisin librat dhe të punojnë në grup. Nuk ka pastruese që vinë pas tyre, sepse qëllimi nuk është pastërtia, por ndërgjegja ata. Mësojnë se puna e përbashkët krijon respekt, dhe respekti lind disiplinë. Në këtë mënyrë, çdo brez mëson të mos e shoh punën si ndëshkim, por si nder. Në kompanitë japoneze, ekziston një filozofi që quhet kaizen përmirësimi i vazhdueshëm. Çdo ditë kërkon një përmirësim të vogël, një hap më shumë drejt përsosmërisë. Punonjësit nuk punojnë për shefin, por për procesin, për rezultatin që nderon gjithë ekipin. Në këtë mënyrë, disiplina bëhet energjia që lëviz sistemin, pa nevojë për urdhra apo ndëshkime. Në ushtri, disiplina japoneze ka formën e përulësisë ekstreme ndaj komandës dhe detyrës. Ushtari mëson të mos kërkojë lavdi, por përmbushje. Ai nuk vepron për të dalluar, por për të ruajtur harmoninë e grupit. Në çdo lëvizje të sinkronizuar, në çdo hap të njëkohshëm, shfaqet një ndjenjë e përbashkët. Askush nuk është më i madh se misioni. Edhe sportistët japonezë, si judokat apo karateistët, e bartin këtë frymë. Për ta, ndeshja nuk është për të mposhtur kundërshtarin, por për të tejkaluar kufijtë e vetvetes. Ku mbaron dueli, ata përkulen përpara kundërshtarit jo nga frika, por nga nderimi. Sepse në disiplinën japoneze, humbja e ndershme vlen më shumë se fitoria arrogante. Në shoqërinë japoneze moderne, kjo ndjenjë rendi është bërë mënyrë jetese. Treni që vjen me sekonda saktësi, njerëzit që presin në radhë pa zhurmë, fëmijët që falenderojnë mësuesin çdo ditë, janë shenja të një kulture ku disiplina është bërë natyrë. Jo sepse dikush e detyron, por sepse të gjithë e besojnë. Në thelb, ky është sekreti japonez. Nuk është frika që ruan rendin, por nderi që e frymëzon atë. Në një botë ku shumë kërkojnë liri pa kufi, Japonia kujton se liria e vërtet lind nga vetkontrolli. Sepse kush sundon veten, nuk ka nevojë të sundojë askën tjetër. Në thelbin e disiplinës japoneze qëndron një sekret i heshtur. Ajo nuk është ndërtuar për të bërë njeriu më të fortë në dukje, por për ta bërë më të qetë në shpirt. Sepse vetëm ai që arrin paqen e brendshme mund të zotërojë disiplinën e jashtme. Kjo filozofi lind nga harmonia midis zenit dhe bushidos, dy rrugë që udhëheqin shpirtin drejt ekuilibrit. Zen mëson të shikosh brenda vetes, të pranosh gjithçka pa gjykim, ndërsa bushido kërkon të veprosh me nder edhe në rrethana të vështira. Por bashkohen, ato krijojnë një forcë të rrallë, një qetësi që nuk thyet nga stuhitë e jetës. Në temput zen, murgjit mësojnë të dëgjojnë heshtjen. Të dëgjosh heshtjen do të thotë të dëgjosh gjithçka.
Ata ulen me orë të tëra në meditim, pa menduar asgjë, pa ndjer urrejtje, pa kërkuar fitore. Sepse në momentin që njeriu heq dorë nga dëshira për të kontrolluar, ai bëhet vetë kontrolli. Në këtë pikë, disiplina nuk është më detyrim, është natyrë. Një mjeshtër japonez ka thënë: kur shpata është e pastër, ajo pasqyron gjithçka. Kur mendja është e qetë, ajo kupton gjithçka. Kjo është qetësia që vjen nga përkushtimi i gjatë, nga përsëritja, nga respekti për çdo detaj. Në çdo përkulje, në çdo frymëmarrje, japonezi e ushin shpirtin me përulësi. Ai nuk lufton për të dukur, por për të përmirësuar. Nuk kërkon të fitojë mbi të tjerët, por mbi vetveten. Në kulturën japoneze, qetësia është armë. Kur të tjerët shpërthejnë në zemërim, ai që ruan heshtjen, ruan fuqinë. Disiplina e frikshme nuk është ajo që të detyron të vuash, por ajo që të mëson të përballosh pa u ankuar të. Qëndrosh në stuhi me buzëqeshje, të humbasësh pa u thyer, të punosh në heshtje dhe të arrish me dinjitet. Ky është arti i disiplinës shpirtërore. Në ditët moderne, kjo filozofi ka mbetur gjallë në shumë forma. Në artin e çajit, ku çdo lëvizje është meditim, në kalligrafi, ku çdo pen ndjek ritmin e frymës, në kopshtet zen, ku guri dhe rëra bëhen simbole të mendjes që lëvizje qëndron në të njëjtën kohë. Në Japoni, disiplina nuk vjen nga frika e ndëshkimit, por nga dashuria për përsosmërinë. Ata nuk kërkojnë lumturi të shpejtë, por harmoni të gjatë. Në çdo brez, kjo trashëgohet si mësim i heshtur, se qetësia shpirtërore është fitoria më e madhe që njeriu mund të arrijë. Në fund, njeriu disiplinuar nuk është ai që s'ka ndjenja, por ai që i zotëron ato. Ai ecën ngadalë, por me qëllim, flet pak, por me peshë. Dhe kur e sheh botën në kaos, ai qëndron i qetë sepse brenda tij sundon rendi. Kjo është qetësia e frikshme japoneze, ajo që nuk shihet me sy, por ndjehet në shpirt. Një heshtje që flet më shumë se çdo fjalë, dhe një qetësi që është më e fortë se çdo luftë. Disiplina japoneze nuk është thjesht një sekret i largët lindor, është një mënyrë jetese që mund ta sjellim edhe ne në realitetin ton të përditshëm. Nuk ka nevojë të jesh samuraj, murgu apo mjeshtër zen. Mjafton të mësosh të bësh çdo gjë me vetëdije, me respekt dhe me qëllim. Sepse çdo veprim i vogël, kur bëhet me kujdes, kthehet në një formë arti. Në jetën moderne, njeriu shpesh ndjehet i shpërndar, shumë zhurmë, shumë angazhime, shumë mendime që e lodhin mendjen. Por filozofia japoneze na mëson një rregull të artë. Nëse do ta zotërosh ditën, fillo duke zotëruar veten. Çdo mëngjes është një betejë e re, dhe fituesi është ai që zgjohet me qetësi, jo me ngut. Një mënyrë praktike për ta filluar këtë është rituali i përulësisë. Në Japoni, përkulja nuk është vetëm një shenjë respekti, është kujtesë që njeriu nuk është mbi askënd. Kur përkul kokën, ti rrezon egon, kur falënderon, ti forcon shpirtin. Fillon të kuptosh se disiplina e vërtet fillon me mirënjohje. Në punë, mund të ndjekim parimin e kaizen për mirësim i përditshëm. Mos kërkon ndryshim të madh brenda natës. Mjafton të bësh një përmirësim të vogël çdo ditë. Një ide më shumë, një gabim më pak, një fjalë më e sjellshme, një orë më pak humbje kohe. Në fillim duket pak, por me kohën kthehet në mjeshtëri. Sepse disiplina nuk është intensitet, është vazhdimsi. Në marrëdhëniet me njerëzit, zbato parimin e harmonia. Japonezët besojnë se çdo grindje është një dështim shpirtëror, jo shoqëror. Në vend të reagimit të menjëhershëm, ata zgjedhin heshtjen. Në heshtje, emocioni ftohet dhe arsyeja ndriçon. Nëse duam paqe në familje, në punë apo me miqt, duhet të mësojmë të heshtim më shpesh se sa të flasim. Në shëndetin ton, disiplina japoneze është e dukshme në ushqim dhe lëvizje. Ata han pak, por me kujdes. Ecjet e gjata, yoga, arti i çajit janë forma meditative që bashkojnë trupin me shpirtin. Ne mund ta fillojmë me hapa të vegjël. Një shëtitje pa telefon, një vakt pa nxitim, një frymëmarrje e vetëdijshme para se të reagojmë. Sepse në çdo moment që ndalemi, ne rikthehemi ekuilibrin. Në fund, për të jetuar me disiplinë japoneze, duhet të ndryshojmë mënyrën si e shohim suksesin. Nuk është shpejtësia ajo që të çon larg, por përkushtimi. Nuk është egoja ajo që të mbron, por përulësia. Dhe nuk është zhurma ajo që të nderon, por heshtja e qëndrueshme që vjen nga brenda. Çdo ditë që zgjohemi me dëshirën për të qenë pak më të mirë se dje, ne ecim në rrugën e Bushidos moderne, rrugën e njeriu që punon, fal, hesht dhe vazhdon. Sepse në fund, disiplina japoneze nuk është një rregull për të ndjekur, por një mënyrë për të jetuar me qetësi në një botë të trazuar. Në një botë që flet shumë dhe dëgjon pak, qetësia është bërë luks, por për japonezët, ajo është forca themelore që mban njeriu ngjallë në shpirt dhe të fortë në mendje. Ata besojnë se çdo gjë e madhe lind nga një zemër e qetë. Një lum i qetë pasqyron qiellin.
Një shpirt i qetë pasqyron të vërtetën. Kjo është arsyeja pse disiplina japoneze nuk është vetëm kontrolli i trupit, por edhe arti i heshtjes së brendshme. Në qetësi, njeriu mëson të dëgjojë zërin e vet, të ndjejë drejtimin e jetës, të shohë qartë atë që dikur e mbulon të zhurma. Në qetësi, gjendet forca për të duruar, mençuria për të pritur dhe guximi për të ecur pa u tundur. Murgjit Zen thonë, kur mendja ndalet, zemra fillon të flasë. Në atë moment, disiplina bëhet shpirt, nuk është më përpjekje, por gjendje. Njeriu nuk detyron më veten të jetë i fortë. Ai është i fortë sepse ka kuptuar vlerën e paqes. Në shoqërinë moderne, shumë mendojnë se suksesi vjen nga lufta, ambicia dhe përplasja. Por japonezët e dinë se njeriu më i rrezikshëm është ai që është i qetë, ai që nuk nxiton, por pret momentin, ai që nuk zemërohet, por mendon, ai që nuk thot shumë, por vepron në heshtje. Në qetësi, mendja bëhet si uji. Ajo merr formën e çdo gote, por mbetet ujë. Në këtë gjendje, asgjë nuk të trondit plotësisht, as kritika, as humbja, as dhimbja. Sepse njeriu disiplinuar e di se çdo ndodhje është një mësim, jo një fund. Çdo dështim është një stërvitje e shpirtit. Kjo është fuqia e qetësisë japoneze. Ajo të lejon të ecësh mbi kaosin si mbi ujë. Të mos e humbësh dinjitetin kur të tjerët bërtasin. Të mos e humbësh besimin kur gjithçka bie. Të mos ndalesh kurrë përmirësuari, edhe kur askush nuk të sheh në fund. Disiplina japoneze është rrugtim, jo destinacion. Ajo s'ka medalje, s'ka duartrokitje. Ka vetëm një ndjesi të thellë paqeje e vetme shpërblim që vlen më shumë se çdo sukses toksor. Sepse ai që ka pushtuar shpirtin e vet, ka pushtuar gjithçka. Prandaj, kur bota bëhet e zhurmshme, kujto mësimin e Japonisë. Ul kokën, merr frym, hesht dhe vazhdo. Në heshtjen tënde fshihet një fuqi që askush se kupton, një fuqi që lind vetëm nga disiplina e shpirtit të qetë.